Horoskopi ditor e diel 19 tetor 2025. Dashi, do ketë mosmarrëveshje pafund gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift. Nuk do hapni rrugë në asnjë moment dhe partnerin kjo do e mërzit më shumë. Beqarët do e takojnë më në fund princin e tyre të kaltër dhe do fillojnë një tjetër etapë në jetën e tyre. Sektori i financave nuk do jetë as pak problematik. Do dini mirë si të menaxhoni të ardhurat dhe sa të shpenzoni. Demi, ditë mjaft e qëndrueshme dhe emocionuese kjo e sotme. Do ja kaloni për mrekulli për atij që dashuroni dhe nuk do doni të ndaheni për asnjë çast. Beqarët do gjenden përballë një zgjedhjeje të vështirë. Merrni kohën e duhur për të menduar para se të veproni. Me financat, fatmirësisht, nuk do të keni probleme. Do jeni më të qetë për të shpenzoni. Binjakët, duhet të keni më tepër besim tek partneri juaj gjatë kësaj dite, dhe ta lini të lirë veten në krahët e tij. Do e shihni që të ndiheni si në ëndër. Beqarët do jenë gjithë kohës në kërkim, mirëpo as sot nuk do arrijnë ta gjejnë atë që kërkojnë. Financat do jenë të mira. Shlyeni sa më parë borxhet që më pas të mendoni për shpenzimet e nevojshme. Gjaporja, në përgjithësi jeta juaj në çift do jetë një gjë e ndryshme. Në mëngjes do ketë disa debate të vogla, të cilat do zgjedhen në çast. Të beqarët do jetë plotoni planeti më i favorshëm. Kryqëzoni çdo mundësi që do jetë, sepse rrallë do vinë momente të tilla. Financat pritet të mos përbëjnë asnjë lloj problemi, nëse vazhdoni të menaxhoni me maturi. Luani, do rregulloni shpejt e shpejt problemet që ju kishin dalë në jetën tuaj në çift, dhe që nga mesdita gjërat do jenë shumë ndryshe për ju. Beqarët do realizojnë një takim brezlënës, i cili do krijojë një tjetër atmosferë në jetën e tyre. Financat nuk do jenë të këqija, megjithatë duhet të shpenzoni me kursim që të mendoni edhe për të ardhmen. Vygjëresha, ditë goxha e mirë dhe e mbushur me momente të veçanta, kjo e sotme për të dashuruarit. Shfrytëzojeni deri në minutën e fundit dhe shprehni sa të mundni ndjenjë. Beqarët do jenë shumë njohës dhe do bëjnë për vete persona të shumtë. Në planin financiar, Merkuri do të qartësojë mendimin dhe do dini mirë sa të shpenzoni dhe për çfarë. Peshorja, të hezitoni shumë sot të hidhni hapa më tej në jetën e çift, sepse do keni disa dyshime mbi partnerin. Do bëni mirë të flisni sa më hapur me të dhe të sqaroni gjërat sa patjetër vonë. Beqarët do jenë në humorin e duhur për të dalë për të kërkuar dashurinë. Deri në orët e vona nuk i dihet se çfarë ndodh. Me financat tregoni të arsyeshëm që të mos keni probleme. Akrepi, Venusi do mbrojë gjithë kësaj dite jetën sentimentale të çifteve. Jo vetëm që nuk do ketë debate, po priten çaste fantastike dhe surpriza të mrekullueshme. Për beqarët nuk pritet asgjë e jashtëzakonshme. Kështu që më mirë të marrin gjërat si të vinë, pa kërkuar më ngullin dashurinë. Me financat nuk duhet të luani, sepse keni për të djegur keq. Shigjetari, do ketë edhe pasion, por edhe konflikte të zjarrta sot në jetën tuaj në çift. Emocionet do jenë në çdo moment të fuqishme. Beqarët do të hiqen tej mase nga një person që do takojnë dhe që do jetë me një nënshtesi tjetër. Mos u shtepni t'ia shprehni pëlqimin. Në planin financiar duhet ta shtrëngoni fort rripin e shpenzimeve, sepse përndryshe do keni vështirësi. Britqapi, ka rreziqe të keni kurrizin partnerit tuaj sot dhe të merreni në të tjera çështje të rëndësishme. Ai në fakt do ndihet keq dhe mund të kërkojë ngushëllim diku tjetër. Edhe beqarët nuk do kenë as pak mendjen tek dashuria. Të tjera mendime vlojnë në mendjen e tyre. Në financat ka rrezik të bëni gabime të mëdha, duke shpenzuar pa u menduar as pak. Ujori, do përballeni me disa situata delikate sot në jetën tuaj në çift. Partneri do pret shumë nga ju, ndërkohë që ju do zhgënjeni pa mas. Pranojeni gabimet. Beqarët do duan të përfitojnë sa më shumë nga liria që kanë, dhe nuk do kërkojnë me ngull dikë për ta pasur në krah. Në financat do të tregoni vigilencë dhe nuk duhet të kryeni shpenzime të pamenduara. Peshqit, mundohuni të jepni fund sa më shpejt rutinë që keni patur në jetën tuaj në çift, dhe të provoni eksperjenca të reja me partnerin. Beqarët nuk duhet të refuzojnë propozimet dhe fjalët e ëndra, sepse përndryshe kanë për të mbledhur gjithmonë vetëm. Njët nuk do të favorizojnë as pak financat. Prandaj duhet treguar kujdes dhe shumë maturi.